Mirë mëngjesi, përshëndetje. Numrat janë në ekran, pra numrat e telefonit, edhe mbi të gjitha ai me aplikacionin WhatsApp që merrni dhe bëni pjesë e programit me zë dhe me figurë. Kështu e kam bisedën e parë për mëngjesin e sotëm, mos gaboj. Urdhëroni përshëndetje. Mirë mëngjesi zonjë. Mirë mëngjesi, të lutem mos e lëviz shumë telefonin. Jo, se me tavanin e shtëpisë nuk të lutem. Okej, stata bestoj edhe më gjonde, po stata rekuperojmë pak. Ju lutem, në momentin që bëjni pjesë e programit me sinqeritet, mos të lëvizni shumë telefonin. Gjithmonë edhe nëse merrni nëpërmjet thirrjes telefonike apo edhe me video call, nuk dëgjohemi nga televizori. Zërin e televizorit uleni në fund, pra le të themi uleni në maksimum dhe dëgjohemi vetëm nëpërmjet telefonit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë ose do të kem një tjetër bisedë. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim pak qaste, por shfrytëzojmë edhe kohën që kemi në dispozicion. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, vimgjes. Mirëmëngjesi. Më thuaj, cilë është mendimi juaj, megjithëse me vështirësi ju dëgjoj mendimin e kolegëve në regji, kem pak më shumë zënë në studio. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, vimgjesje, të uroj shëndet. Faleminderit. Përsa i përket temës nuk e në gjoha qarësi. Okej, megjithëse edhe unë mezi po ju dëgjoj, gati fare, por po e kuptoj. Dje kryeministri Rama ka thënë që drejtësia në Shqipëri është e pavarur, por jo e paanshme dhe jo cilësor. Ju ç'mendim keni për drejtësinë, spakun, GKK-n e tjerë? Drejtësia është shumë e varur nga ministrat edhe nga të gjitha ata që janë atje në shoqat, në ato deputetet që në ata është e varur drejtësia. Për fshatarin e fut në vete, për ata nuk ka drejtësi. Për ata nuk ka drejtësi për deputete, për kryeministre, për ata nuk ka drejtësi. E për Sali Berishës ka drejtësi e për qa bëjt. Ka drejtësi e për ata që ka me cigare ashash. Ai që nuk pakuar palet e drita, për këta ka drejtësi. Aty është bërë një filozofi e keqe në parlament. Si kryeministris, si nuk ka kryeministris, është i rregull fare. Si unë i pensionistave të i talët, me qim talët dhe me qim popull talët ai. Një 4.000 lek, një 3.000 lek, një 2.000 lek. Qare është shumë, qarë budalali që është bënë ai. Sa në rrejt ai, sa marrin deputetet, sa marrin këte që rikot më konë në përbashkit, e në për ato se ne i dim. A jetë mua 6.000 lek, me qarë të bëj me 6.000 lekun. Ju kuptoj. Punë, kam 37 vjetë punë, edhe në rritë sigurime shoqërore. U shofshin edhe asë një kramës meqin ata. Bëse e më rusi e një bëmë në parlament. Mirë, zonjë, faleminderit. Faleminderit të përshëndes për telefonatën, ju kuptova edhe ju dëgjova mjaft mirë fakt edhe mendimin tuaj. Në studio vjojmë me njërë komunikimin së bashku me temën e ditës të jo vetëm çështje tjera dhe të ndryshme të aktualitetit, por tema e ditës ka të bëjmë me drejtësinë, me një letimi përkufizim që i ka bërë drejtësisë kryeministri Rama ditën e djeshme, duke theksuar se sipas tij është e pavarur, por ende jo e paanshme dhe jo cilësore. Ju si e vlerësoni jo thjesht këtë qëndrim të kryeministrit Rama, por si vlerësoni cilësinë ndoshta edhe në këto komponentë. Është apo jo sipas jush e pavarur, është apo jo e paanshme, dhe është apo jo edhe cilësore, se gjithë këta janë element, le të themi gati edhe të ndryshëm patjetër. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, po pa kamera të lutem. Me kamera jemi, ke dalë në kamera, po s'ka ndonjë problem. Po, të përshëndes, edhe jap një mendim që të drejtë ka kryeministri që drejtësia është e njanshme. Që është e njanshme. Pse? Kë rast konkret keni? Kemi rast konkret, se janë kallëzuar prokurorët Spakut, e kam kallëzuar një unë, edhe nuk e kam nisur Spaku hetimin për të vetën. Spaku bën kërdim, do me thënë. Po çfarë rasti keni pasur që keni kallëzuar një prokuror të Spakut? Kam kallëzuar prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorët e Spakut i kanë mbyllur procedurën.
Me emër konkret, kam bërë kallëzim për prokurorin e Spakut, nuk ka ekzekutuar vendimin e gjykatës dhe jam detyruar ta bëj mediatike. Prokurorin e përgjithshëm aktualin? Jo aktualin, atë të shkuarin, atë që të shkuarin edhe amor nga fshiu. Sot çështja është prokurorin e Tiranës los pipon, kam bërë dhe një artikull media për të. E kuptoj. Që bëjmë, bloj njëri tjetrin, këta tani, njëri tjetrin se luftojnë, popullin e luftojnë. Okej, këte e kuptova, po si pas jush, për ta vjorë diskutim, është e pavarur apo ende është ndikuar nga politika? Është e varur dhe është ndikuar nga politika e seksioni Partisë Demokratike. Mos e tosh 21 janari, mos e tosh Gërdeci. Dhe të thua ti tani, po gjej kush ka dhënë urdhrin, ky është turp, faqe e zezë, kot që marrin lekë tona. Okej. Kot që marrin lekë tona, qa ka 21 janari për të jetuar? Po merren tani me mosbarazim tjetër, kanë bashur media, po bëhet korrupsion për një mosbarazim tenderi, kur vjedhja ka bërë kërdin. A është jetuar në një rrugë e kombit 600 milion euro, pse se tojë, pse sa apet ai korrupsioni rrugës kombit? Për qa nuk e hapi, për qa flen aty? Për qa flen prokurorët aty? Qa bej? Pse nuk është hapur 21 janar, janë vrar njerëz, janë vrar 30 veta. Pse duhet vetë seksioni Partisë Demokratike, Spaku është i paanshëm, i gjithanshëm, mos të mbroj prokurorët e Spakut që nuk ekzekutojnë vendimet e gjykatës, nuk ju nisin çështje penale. Okej. Sot kemi një rast konkret, është dënuar një kryebashkiak për mos ekzekutim të vendimit gjykatës. Prokurori i Spakut, që nuk ka ekzekutuar vendimin e gjykatës, i bëhet mos fillim kallëzimi kur është bërë. Dakor. Ky prokuror mbylli dhe në 97-ën, mbylli dhe masakrën e 97-ës dhe piramidat. E qartë. Mirë, zotëri. Dhe unë kam kallëzuar publikisht dhe pa e them me emrin, Edvin Kondilje ka emri. E kuptoj. Ja mbylli dosjen shefit vet Adriatik Llalla dhe unë kam 20 vjet s'po marr dot drejtësi. I kam bërë kallëzim me Edvin Kondilit, ja mbylli Altin Dumani. Gjykata vendosin favorin tim. Gjykata vendosin favorin tim. Mirë. Faleminderit. Të përshëndes. Po jo falim. Po të lutem tani nuk. Po ma thuaj, po të ndiqen çështjet e 21 janarit se është bërë masakrë. Është bërë genocid në Gërdec. Ju kuptova. Faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Keni të drejtë, unë ju kuptova të gjitha mendimet edhe shqetësimet, edhe ju çështje drejtësisë si i keni ndjekur i përmendët edhe emra konkret. Kështu që marrim tjetër opinion, urdhëroni përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes ti zonjë, përshëndetje dhe javë të mbar, ditë të mbar. Më thuaj. Fal për shqetësimin. Jo, fare, absolutisht, jeni e mirëpritur. Por unë mundoha me ju kap dje që ishe punë pensionesh, por nuk ju kapa. E ndoshta është një temë tjetër. Jo, më thuaj, patjetër. Pa problem, më thuaj. Unë deshta me thonë kam një pension për 132.000 lekësh. Edhe sa mund të më shtohet dhe me thonë në muj. Të kuptoj, me 132.000 lekë të vjetra, si që thonë ju që merrni, pa tjetër që të shtohet, sepse ato tavanet janë më i vogli tek 180.000 lekëshi të vjetra, kështu që ju merrni shumë pak se ai tavani dhe pa tjetër që ju shtohet. Ndërsa se sa u shtohet, mund të më thoni pak a shumë kategorinë e pensionit që merrni. Mund të shtohet me 6, 7 apo ndoshta 10.000 lekë të vjetra. Çfarë lloj pensioni merrni? Unë kam, domethënë 24 vjet punë. Pension të pjesshëm, urban, qyteti? Urban, qyteti. Urban, qyteti, me vite jo të plota pune, shtesa atyre është 8.000 lekë të vjetra. Faleminderit shumë, edhe më fal për shqetësimin. Jo, e di të marr. Faleminderit. Jo, jeni mirëpritur, ç'është kjo shqetësimi. Unë këtu jam për të dëgjuar mendimet, problematikat edhe di të marr. Edhe shqetësimet tuaja, jo të mia. Faleminderit, ju përshëndes. Kategoria e pensionit, falenderoj zonjë, kategoria e pensionit të pjesshëm jo me vite të plota të pune të qytetit apo urban, tavanin e ka deri në 220.000 lekë të vjetra dhe rritja është 8.000 lekë të vjetra. Përshëndetje, mirëmëngjes.
nuk më pëlqen fare që të flas me këto lekët e vjetra, sepse ai është para, domethënë është kartë monedh apo edhe monedh të vjetra të reja, po ne kështu e mësuar historikisht jashtëzakonisht gabim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të vjetra të reja, ne kështu e mësuar historikisht. Përshëndetje, më dëgjon. Po, ju dëgjoj. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Me të paraforcin për ato, për gjukatat e tërë ato jam dakord me të paraforcin. Dërsa për pensionet, unë nuk jam dakord. Në ç'kuptim nuk je dakord? Nuk jam dakord se ata që kanë pension të ulët në Shqipëri, kanë ikur në kurbet, dhe unë njoh të paktën 20 veta, unë jam në Greqi dhe njoh të paktën 20 veta këtu që marrin 2 pensione, hem në Shqipëri, hem në Greqi. Po mirë, kjo është po themi tjetër gjë, nuk e di si mund ndodhi kjo, po. Jam shumë dakord. Nuk di si mund ndodhi, po është tjetër gjë kjo. Ta kenë halal atë. Tani aty në Shqipëri do i rritet pensioni. Mua që unë kam punuar 24 vjetë, 2 ushtri, 26 vjetë me 3 turne, mua nuk më rritet, sepse marë 420.000 lekë. Po, qeveria ka vendosur një tavan për 20.000 lekësh, pra për 400.000 lekësh. Po nuk themu se keni ju vajnë, vajnë qeveria ka. Unë nuk... Zotërie, se unë nuk do të bëj këtë llogarimë, po kur keni nisur të punoni, se 24 vite punë nuk janë pak, e nuk di ç'mosh jeni tani, po. Unë kam mbaruar gjimnazin në 73-shin. Edhe je punësuar direkt. Dhe ma prend të drejtë në studimit, kam bërë një vit stazh, pastaj në 75-ën ka vajtur ushtar, në 77-ën deri në 2020-ën unë kam qenë në punë. Okej. Po këto janë ato kategoritë dhe tavanet për çdo kategori. Ne kemi përmendur. Ai që ka pension, kjo është pak porestiku, që ai ka pension më të madh se 400.000 lekë nuk përfiton fare shtesë mujore. Më pas janë ato tavanet e tjera, kategoritë e tjera. Po diçka për ta mbyllur, të lutem. Tani për ta mbyllur. Ju jeni gazetar këtu në këtë televizion këtu. Blendi Fevziu me Ardit Xhebren, siç më kanë thënë se unë si kam parë, kanë një rrogë shumë më të madhe nga gjithë gazetarët. Tani është punë e atia, se ka punuar apo se si e ka edhe unë. Unë kam gjimnazin, kam mekanikën, jam me të 7-ën, kam punuar 40, tash të marrësh, më falë, të marrësh ti një lloj, me 8 vjeçare të marrësh pension një lloj me mua? Masa e pensionit, sësia e pensionit që lidh apo i del gjithse cilit është dhe në varësi të kontributeve dhe të viteve të punës. Kështu që unë për shembull personalisht nuk xhelozoj se ju merrni më shumë se të afërmit e mi e deri tjerë. Keni kontribuar, keni punuar, kjo është logjika, Kështu që për punën që kam bërë me shpërblyer jam shumë i kënaqur. Shumë mirë, dakord. Po qeveria ka vendosur të tavan 400.000 lekë. Çat. E kupton? Oj dashur. Ka njerëz, unë kam këtu njerëz që kam njerëzit e mi. Po. Ata marrin 2 pensione, hem në Shqipëri, hem këtu, marrim shumë na unë. Këtu nuk di ç'të them. Këtu nuk di ç'të them. Edhe mbi gjitha me atë pensioni që jepet në Greqi nuk e kam shumë ide. Të falenderoj që të marrë një tjetër telefonat. Të përshëndes. Ecim me një tjetër bisedë. Urdhëroni mirëmëngjesi. Të shtu në fakt diskutojmë gjerësisht për këtë çështjen e pensioneve, do ta trajtojmë edhe gjatë kësaj jave patjetër. Por kemi edhe si temë ditë edhe drejtësinë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ju uroj ditë dhe javë të mbarë. Më thuaj, mendimi juaj. Mos lëvizni shumë, lutem, largoni pak nga telefoni. Të lutem, largoni pak nga telefoni. Deshta me të bani pyetje. Okej, këtu jemi mirë. Po, më thuaj. Më thuaj. Pyetjen e sotët si ke dhënë, për mendimin tim është e gabuar. Kush kjo që ke poshtë në ekran? Drejtësia. Po. Është e kapur që ditë që ka thënë të dëgjoj. E ka bërë Partia Socialiste. Po. Ajo është e kapur, e Dirama është ka me kokë në të. Më qa presim na prej ti. Thot do të rrisë pensionet i ka rritë e nuk u vend. Qa presim, na vish presim kur dushme na avu në i bajaneta, në i ploma, në i shkimi që të rrugna.
kush të vërë në i bajonet apo në i plumë, se këtu s'po të kuptoj. Po plumë e bajonet, kur s'ke dhe më thëmë më të marrë 200.000 lek. Që do me thënë, kush do e vërë kujt bajonetën apo plumbin? Po për të tja atja vu, po kuja tja vu, a i për vjetja është, a të bradhën të në botën. Po, situata shumë vështire janë në gjithë botën. Fronte, lufte apo situatës protestet e tjere, kështu janë hapur. Mirë, zotëri, faleminderit. Nuk janë hapur, nuk ka se nuk... Llogarit e Malizi, dhe më thanë, maj foni shteti, maj jo, e kisha për çështje e tjere. ka 450 euro mujoren Jo, pensionin. nuk e kisha tek pensioni, jo. Okej. Po, atje kam punu unë, e di ma mirë se ti. Që më shumë mirë, nuk ta zgje, po... Kam 10 vjetë Malizi. E kuptoj. Mirë, faleminderit. Mos... Shpalënderë se të mira. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Nuk e kisha tek pensioni dhe të besoj që për shembull edhe aq është në Marinezi, po e kisha se përmendet mbar botën, e kisha që janë hapur fronte situata të vështira. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes ti. Përshëndetje, mirëmëngjes. Më thuaj, ju dëgjoj, nuk di nëse ulni pak zërin e televizorit, më thuaj të lutem. Për temën. Ju dëgjoj, po. Për pensionet dhe për çfarë foli kryeministri. Për pensionet, unë kam një pension të mirë. Kam punuar 29 vjetë. Pensionin e kam mbi 400.000. Po. Dhe nuk më duket e drejt që tu japësh disave edhe disave. A është si mbas kontributeve. Kam kontribuar më shumë, duhet marrë më shumë. Neve në kalen fare, s'na jep asgjë. Pse? A është e drejt kjo? Shiko, zotëri, të kuptoj shumë qartë. Edhe këto kategoritë e tjera, ka nga ta që nuk do të përfitojnë nëse janë vendosur tavanet. Për shembull, dikush që ka pensionin urban të pjesëshëm, jo me vitet plota pune, që duhet përfitonte të 8.000 lekë e vjetër në muaj, nëse ka mbi 220 pensionin, e ka 221, nuk e përfiton. Njëjtë si ju që keni mbi 400.000 lekë vjetra. Më thënë, jo vetëm kjo kategori është e përjashtuar, po ai tavani... Jam shumë dakord me që po më thua ti, po s'jam dakord me kryeministrin. Okej, ju kuptova. Sepse ka qenë si mbas kontributeve. Si mbas kontributeve... Kontributeve, viteve të punës të tjere. Po, tjetër. Shumë e drejtës. Ai kanë bërë qef, ka punuar tu një 10 vjetë kooperativ, apo në fermë, 15 vjetë, edhe ka paguar disa lek me ato të qanë ato të bujësis, ka vajtur Greqi, merë pension Greqi, merë pension dhe këtu dhe merë më shumë nga unë, që ka punuar 29 vjetë këtu për këtë shtetë. Ju kuptoj. A shë drejt kjo? A i merë 2 pensione? E prandaj po e diskutojmë. A kuptojnë, po kuptojmë, kjo është i leja. Me jëtë, kështu e ka partë arsysh me aji, gabim, për mua është gabim, ka parë gabim. Kryeministri që kemi neve. Jo, kuptoj. Keti shka tjetër shumë shkurt, të mos mbetet me rak, shumë shkurt, të lutem. Për spakun. Ma thuaj. Spaku nuk po, si mund të them, se ka kapur mirë drejtimin e tia. Ore, po duhet filluar nga fillimi kjo punër. Unë nuk po mburem, nuk po them që kjo nuk ka faj kjo qeveri. Dhe thash, që jam i pakënaqur për pensione, për të gjera, shumë, ka mangësi dhe kjo. Po ama, të më leshti Sali Berishën, të leshti Ilir Metën, të leshti të tërë këta kriminel që ka dojnë Shqipërinë. E dojnë, mëse dojnë Shqipërinë edhe shtatën. Kush i hapi tepër edhe shtatën? Jam dëshmitar të tërë simpatizantë të Partisë Demokratike, morën ka da shikova në përdegat e breshme. Pse nuk shikohet këto? Kështu që edhe spaku pritim shumë, po për mendimin tim nuk po na bën gjë. Ju kuptova. Të falenderoj. Le të godasi edhe këtej majtas, po të godasi edhe tjetras. Ama mos filloti nga këta. Tha mirë një atje për hashashe, për 2 rrej hashashe, dënon një plaka në ajo me 2 vjetë burg, 80 vjeçare. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën. Në këto momente shumë shkurtime shojmë pak shqiptare.com faqen e zyrtare në internet dhe do të kalojmë në pak reklama. E falenderoj zotrin.